Të nderuar kolegë qeverisë Republikës dhe ju deputet të Kosovës, të nderuar miqë dashamirë e familjarë të Utës, ju të pranishëm këtu në balkonin e hapur, jemi mbledhur sot për të nderuar një grua të jashtëzakonshme. Një emër që tani më është sinonim i lartësive, jo vetëm lartësive të majave që i kanë ngjitur, por edhe të virtyteve që i përfaqëson. Shumë e dashur Uta e maleve, mirë se na erdhe nga akujt e Kansenjungës. Si çdo herë tjetër, me zemrën plot gëzim e krenari, por kësaj radhe dhe me historinë e supe, si gruaja e parë shqiptare e cila i ka ngjitur 14 majat më të larta të botës. Një udhëtim i gjatë, një rrugtim i vështirë, i mbushur me aventura drithruese e me sfida të rrezikshme, i bërë me disiplinë përgatitjesh e i përbërë me zell pasioni. Në maj të vitit 2017, Uta ngjiti Everestin 8848 metra lartësi, majën më të lartë në botë. Ndërka që në maj të vitit 2025, pra 8 vjet më vonë, ajo ngjiti majën e tretë më të lartë në botë dhe të 14 me radhë në ekspeditën e saj për ngjitjen e pikërisht të gjitha 14 maleve mbi 8000 metra të larta, sepse vetëm aq i ka ky planet ynë. 116.294 metra është lartësia totale e 14 majeve që i kanë ngjitur Uta. Kjo është 13 herë më lartë se vetë mali Everest, e diku rreth 10 herë më lartë se lartësia mesatare e një aeroplanit të zakonshëm pasagjerësh në fluturim. Është prej atyre gjërave që mund t'i mendojmë, por disi jo t'i imagjinojmë, që duken krejt të pabesueshme, sikur të mos dukej dëshmia e gjallë, njeriu që e bëri Uta e cila është sot këtu mes nesh, mbi 116.000 herë e përmbushur dhe krenare. Nuk besoj që ka lloj zogu që fluturon, apo tip helikopteri që atëron, e që mund të arritë të prekte të gjitha këto 14 lartësi sikurse Uta. Përmes teje Uta, Kosova ka qenë në K2, në Annapurna, në Makalu e deri në Kansenjunga. Ke qenë atje ku stuhia nuk të falë, ku ajri nuk mjafton, ku temperatura nuk premton, po ku njerëzit sikur ti, vullneti është më i fortë se cili do gur e shkëmbë dhe nuk ka maje që nuk arrihet. Me 2 flamuj në shpinë që i ke bartë brenda çantës, në krah e brenda zemrës në kranor, së bashku me gjithë vendin prej nga vjen. Ky është shembull që u flet të gjithëve, por veçanërisht të rinjve dhe vajzave tona, që ëndrat nuk janë asnjëherë shumë të mëdha kur ke guxim për majat dhe besim në vete. Përveç që janë ngjitur në majet më të larta të botës, gjithmonë ke qenë me këmbë në tokë, me dashamirësinë tënde shoqërore për cilin do që të një, por edhe në majet tona, në bjeshkët e rrugës, në sharr, në gjëravic, duke u angazhuar me pasion për mbrojtjen e natyrës, për ndërgjegjësimin dhe edukimin e brezave të ri. Për punën dhe kontributin tënd që nuk matet me altimetër, të falenderojmë përzemërsisht. Si qeveri, si institucione, por para së gjitha si qytetar. Uta e di që përpjekja jote është për plot pasion, por më lejoj të ndaj me ty dhe me të gjithë atë që po e shqyrtoj me shumë serioziteti. Jemi në proces të vlerësimit të gjitha procedurave dhe mundësive që një nga majet e maleve tona ta mbaj emrin Maja e Utës. Po e shqyrtojmë me dashuri sepse një emër që ka shënuar histori të alpinizmit ndërkombëtar përgjithmonë duhet të jetë lidhur me këtë tokë e me këto male. Në Kosovës janë shumë, janë edhe të bukura shumë, nga sot e tutja do kanë një tjetër kuptim, kujtimin e një vajze e cila ndroi lart, shkeli lart dhe la një trashëgimi inspiruese për gjeneratat e tëra. Guximin për të synuar dhe besuar
për të dëshmuar dhe vërtetuar se asgjë nuk është e pamundur. Faleminderit Uta. Krejt në fund dua të tregoj sot një sekret që nuk do të mbetet vetëm këtu. Uta dhe unë tashmë i marr vesh që ngjitja tjetër do të jetë në malet tona të Sharrit, një ecje simbolike së bashku në trevat tona, për çfarë unë jam gati me çantën plot, me këpucë përshtatshme e me vullnetin tim të mirënjohur. Uta do të më bri e besoj që silueta e saj përpara meje nuk do të zvoglohet shumë, jo për shkak të shpejtësisë sime, sa për arsye të mirësjelljes së saj. Faleminderit edhe një herë, faleminderit 14 herë. Nderuar Kryeministër Zoti Albin Kurti, Ministër Zoti Hermalla Çeko, të nderuar Ministra, Zëvendësi Ministra, e nderuar ashtu që i Merdeta Vdilje, që e qesë për më hapë rrugë me bashkëpunjes në institucione, e tona, e dhe jona, familje, shoqëri dhe bashkëpunëtorë të tjerë të cilët më keni mbështet në për këtë këto ekspedita. Ministra dhe zëvendësi ministra dhe të tjerë përfaqësues të institucioneve të cilët jeni sot këtu, faleminderit nga zemra. Sot nuk po e ndjej këtë pritje se pritje zyrtare, mirë po si mirëseardhje në shtëpi. Në një vend ku pas çdo hapi që kanë bërë në majat e botës, gjithmonë kanë pasur një motiv, Kosovën. Kjo arritje nuk është vetëm arritje e një personale, të jesh e para në Ballkan, që i ka gjetë 14 majat vitet në metra, është një nder i madh për mua, mirë po edhe një përgjegjësi për ta çuar në tutje këtë frymë dhe për të dhënë energji mbrapa vendit tim, sikurse edhe kam bërë për shumë vite. Jam thjesht mirënjohëse për këtë organizim nga zyra e Kryeministrit, për këtë moment që për mua është shumë emocional. Faleminderit edhe një herë Kryeministrit Zoti Albin Kurti që gjithmonë të dhënë hapësirë për fjalën, për vlerësimin dhe për kënaqërinë tonë të përbashkët. Faleminderit gjithashtu Ministrisë dhe Ministrit Çeko për mbështetjen e vazhdueshme që më keni dhënë, sidomos këto vitet e fundit, dhe për mbështetjen e vazhdueshme që e bën në përkushtimin e këtij sportit dhe në mënyrë që sporti dhe kultura të ecë dorë për dorë në Kosovë. Dhe mbi gjitha, faleminderit familjes time që gjithmonë kanë qenë me mua, e di që ka qenë shumë vështirë për juve këto vite ku ju nuk e keni ditë nëse unë kthehem në shtëpi pas ekspeditave, për shkak se ekspeditat dhe shumë shpesh dinë më të vështira. Faleminderit komunitetit bashkëtar, klubeve të cilët bashkë me ta e punisë këtë sport, bashkë me ta i bëj ushtrime në Kosovë, dhe faleminderit kompanive mbështetëse, të cilët kanë qenë me mua për këto 9 vite, nuk ka qenë e lehtë, jo vetëm me i realizu ekspedita biologjike, po të marrë të një vendit vogël të Kosovës, dhe me karu me alpinistë të tjerë në botë, ku mbështetja financiare ka bërë të mëshme, sidomos për 3-4 vitet e fundit që në ekspeditat në hyrë në një kohë pak më të shkurt. Faleminderit shumë me gjithë zemër, qysh edhe tash më herët, kjo është suksesioni të bashkët, a juve, kretë kjo kishtë që ne ka mundur. Unë jam gjitë në majat e botës, mirë po gjithmonë e kam pasur një qëllim, që ta çoj sa më lart Kosovën dhe flamurin e Kosovës në secilin maje. E tash, pas përfundimit të këtij projekti, të kësaj faqeje të madhe, me Kryeministrin jemi dakorduar që ekspedita radhës në qenë në malet të Sharrit, e kemi shpëtë të njohet që malet të Sharrit të bashkënia janë në pafund. Kështu që Kryeministër në gati, e riftojmë të gjithëve, gjithë që është i gatshëm me neve me u bashku. Ju faleminderit gjithashtu që këtë arritje po e ndajmë së bashku
sepse suksesi përjetohet edhe me të vërtet më i madh kur ndahet me ata që besojnë. Ju dua dhe ju përshëndetje nga zemra. Faleminderit.